Çështja e pronësisë mes dy vëllezërve eskalon në dhunë fizike. Një ngjarje shqetësuese ka ndodhur në Gjilan. Dy vëllezër janë përfshirë në një konflikt të dhunshëm, duke u arrestuar dhe duke përfunduar me sekuestrimin e një arme zjarri. Ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 18:30 në Gjilan, ku policia ka marrë informacion për një përleshje mes anëtarëve të një familje. Dy vëllezërit F.H dhe B.H kanë pasur një mosmarrëveshje të vazhdueshme mbi çështje pronësie, e cila ka eskaluar në një dhunë fizike ku të dy kanë pësuar lëndime. Për shkak të ashpërsisë së situatës, njësia e hetimeve ka realizuar një kontroll të menjëhershëm në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve, ku është gjetur dhe sekuestruar një pistolet bashkë me dy karikatar të zbrazët. Ani pse arma kishte leje të lehtëshme, u konfiskua për të përdorur në procedura të mëtejshme ligjore. Pas intervistimit, të dy vëllezërit janë ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet për rastin janë ende në zhvillim e sipër. Ky incident ka ngritur shqetësime për eskalimin e dhunës brenda familjeve dhe rrezikun që ato mund të shkaktojnë për sigurinë e qytetarëve.